Ministri i Drejtësisë Toni Gogu ka prezantuar këtë të hënë në korrupsionin për çështjet ligjore projekt ligjin e amnistisë penale. Gogu ka sqaruar gjatë fjalës së tij se nga kjo amnisti përfitojnë 380 persona, ndërkohë 900 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Ministri theksoi se nuk përfiton asnjë nga ata që janë të dënuar për korrupsion dhe krim të organizuar nga SPAK-u dhe GJK. 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt ligj që ne kemi sjell, ndërkohë që 900 persona përfitojnë ulje të dënimit dhe 0 persona, e theksoj, 0 persona të dënuar për korrupsion, për krim të organizuar dhe për çështje që janë në kompetencë të strukturave të posaçme, antikorrupsion dhe të dënuar nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, GJKO, përfitojnë nga kjo amnisti. Pra, askush që është në jurisdiksionin e SPAK-ut dhe GJKO-s nuk përfiton nga kjo amnisti. Ky projekt ligj nuk e toleron krimin, por ky projekt ligj dallon qartazi me saktësi juridike dhe me ndërgjegje shoqërore mes personit që vazhdon të përbëj rrezik për shoqërinë dhe duhet të vuaj dënimin, të vazhdoj ta vuaj dënimin në institucionet e vuajtjes dënimit dhe atij personi që shteti vlerëson se është përmbushur qëllimi i dënimit dhe nevojitet të rehabilitohet, të rikthehet në shoqëri. Ndërkohë projekt ligji pritet të kalojë për votim në seancën plenare të 18 qershorit.